teleshikues. Përsëri, ne kemi shumë e shumë për të thënë, ne kuptohet do të ecim në gjurmët e arkeologëve, por bashkë me arkeologjinë vjen historia dhe ne këtë bëjmë me emisionit ton të përbashkët me historianin Ilirian Gjika, rindërtojmë qytetin për të patur atë në përfytyrimin e teleshikuesit sa më të plot. Ndaj dhe kemi zgjedhur për këtë radhë pjesën jugore të qytetit, ku ç'është e vërteta ne nuk kemi qenë asnjëherë deri tani. Pamjet ekskluzive që do të ofrojmë sot nuk janë ofruar asnjëherë teleshikuesit të televizionit ton, qytetarëve të Fierit, të rajonit të tij, të Vlorës, gjithkund ku kapet në valët e televizionit Apollon, po dhe qytetarëve të Shqipërisë. Televizionet kombëtare nuk kanë arritur dhe nuk janë futur kaq thellë. Ne përballë kemi të vetmen kolonën e Shtyllasit, që i ka dhënë emrin fshatit Shtyllas, që legjenda e tregon, ashtu si dhe ju edhe unë, si qytetar fjerake kemi dëgjuar nga të parët tanë që atje lidheshin anijet. Matana asaj kodre, me të cilën lidhet historia e vjetër Apollonis, po dhe historia e vendbanimit të ri të Shtyllasit, ndodhet fshati me të njëjtin emër që e mori emrin nga ajo shtyllë. Por që ne po nënvizojmë me qëra rasti për ta zhdukur atë përfytyrim, sepse s'ka të bëj as pak me lidhjen e anijeve, sepse e dim shumë mirë se si mund të ankoroheshin për shembull anije diku në rrjedhën e Vjosës, thjesht për t'ia nënvizuar edhe një herë që kemi të bëjmë me mbeturinat e gjurmët e një tempulli. Aty ka qenë tempulli i Afroditës, mendon shumica e arkeologëve dhe historianëve të antikitetit. Vetëm arkeologu dhe restauratori Kuripani, i cili ka bërë dhe rindërtimin grafik të tempullit në fjalë, ka hedhur një ide që ai përkiste Aresit, perëndis greke të luftës. Por kjo ka mbetur deri tash hipotetike. Tempulli i Afroditës ndodhej në kodrën e parë që ndodhej rrës lumit Vjos, ose buz lumit Vjos, ose Vjosa kalonte rrës kësaj kodre. Pra Vjosa, të cilën e përfytyrojmë atje ku është në urën e Mifolit, në antikitet kalonte buz kësaj kodre, aty ku terreni është shumë i gjelbëruar, aty ka qenë meandra e Vjosës, ose kthesa që ajo merrte, dhe merrte drejtimi pastaj dhe dilte në perëndim në detin Adriatik. Nga Adriatiku dhe deri këtu, në buzë të kodrës, ku ka qenë porti Apollonis, në cilin mund të ankoroheshin sipas arkeologëve deri 100 anije, distanca ka qenë e shkurtur, ka variuar nga 5 deri në 6 kilometër, pavarësisht se autorë të ndryshëm antik japin distanca të ndryshme. Anijet futeshin nëpërmjet, ashtu siç erdhën dhe kolonistët e parë, nëpërmjet Vjosës. Ne mund ta përfytyrojmë këtu tek Hidrovori, ja ku është edhe kanali që kullojnë ujrat, dhe sepse fusha është një pjesë në nivelin e detit, dhe Hidrovori, që janë pompat fuqishme, i pompon duke hedhur në det dhe duke ruajtur atë raportin që fushat mos përmbytet. Por siç është e çara e Hidrovorit atje, që na jep një përfytyrim, ashtu ishte dhe lumi Vjos, aty mund të futeshin anijet. Vjosa gjarpëronte pastaj me kthesat, të cilat i kemi të karakteristik për gjithë lumenjë në ulësirën perëndimore të Shqipërisë, dhe i quajmë meandra, dhe zhvendosej në këtë territor, duke vazhduar pastaj përgjatë kodrave, dilte në Frakull, dhe mëtej vazhdonte në shtratin e saj midis Mallakastrës edhe Labërisë. Udhëtarët pasi vinin, dhe sidomos marinarët, bënin një vizitë në tempullin e Afroditës, i cili kishte një lartësi prej 13 metrash. Kolona që shohim ne është 9 metra e lartë. Gurët aty janë grabitur sistematikisht. Një shembull na jep Pukvili për Ibrahim Pash Vlorën, i cili kur ndërtoi sarajet e tij në Berat, që kishte qendrën e Pashallëkut, ishte i fundi që grabiti gurët e tempullit. Tempulli ka qenë 13 metra thash i lartë,
40 metra i gjatë dhe 19 metra i gjerë. Është ndërtuar diku nga shekulli 5 para Krishtit dhe në stilin dorik ishte më i rëndë, më masiv. Pasi bëni një vizitë gjithë marinarët, ndiznin një qiri që ja blatonin ose në një dhuratë që mund të ishte në natyrë ose në para perëndeshës afërtita, vazhdonin merrnin në rrugën jugore të Apolonisë, e cila do të ketë kaluar diku këtu. Patjetër Vjosa nuk kaloi me urë, por në krahun tjetër të Vjosës mund të ketë qenë një kalat porti dhe Vjosa këtu kaloi patjetër me anije ose me barka dhe rruga vazhdonte më tej drejt Aulonës, Llogaras për të shkuar drejt Butrintit dhe Nikopojës. Dhe rruga tjetër në Leva në Stefan Ndaj vazhdonte për në Nymfe, që është frakulla e sotme, dhe për të vazhduar drejt Bylisit, Gurzezës, Amantias dhe më tej drejt jugut të Shqipërisë. Rruga duhet të ketë kaluar rruga e portit diku këtu, në këtë territor, dhe në këto rënoja që ne shohim, rruga ishte duke gjarpëruar faqen kodrinore. Nga Polonia antike na ka mbetur kodra e ullinjve. Operatori Nori Korita mund të fokusoj si ka rënë një pjesë e gurve në anën rreth kodrës nga presioni i dherave dhe presioni i lëvizjeve sismike. Ilir pak më parë përmende Nimfeun. Po, nëse ka në një lidhje me Apolonin, mund t'i thuash diçka teleshikuesit. Apolonia ishte qytet-shtet. Qyteti dhe rrethina. Si kufi verior ka shërbyer Lumi Seman. Si kufi jugor dë Vjosa dhe diçka më tej matan lumit Apoloniatët mund të kishin marrë Ara dhe unë mendoj që kufiri mund të ketë kaluar deri i Apolonis deri diku tek Kriporia sot me Vlorës. Këtu më çon në rrjedha logjike e arsyetimit mbi faktet historike. Ndërsa si kufiri lindor mund të ketë kaluar midis kodrave të Peshtanit dhe qafës së Shkozës. Të paktën në fushën e Cakranit është gjetur një mbishkrim përkujtimor që quhet Hallkoma e Balaidëve. Profesor Ceka e analizon dhe aty flitet për komandantin ushtarak Aristen Parmenin, që është një emër grek, që ndryshonte nga ilirët Bylin, sepse zona e Cakranit i përkiste koinonit Bylinëve, që ishte një lidhje politike e ilirëve, dhe besoj se aty do të ketë kaluar kufiri lindor i polisit Apolonis. Dhe brenda këtij territori futej dhe frakulla e sotme ose Nymfeu. Nymfeu ishte një tempull kushtuar nimfave. Aty zhvilloheshin gara sportive për nder të nimfave, por edhe një dukuri e rrallë, siç ishte një fontan gazi, që juve i njihni fort mirë dhe mund të flisni për fontanat e gazit, sepse zona e frakullës në tërësi deri në Gorishov ka qenë zonë studimi gjeologjik për naftë dhe për gaz. Edhe dihet që gazi është pjesa e sipërme, mund të jetë thjesht një shtres prej gazi, thjesht gaz, po mund të jetë një shtres që ka gazin përsipër dhe nafta është më poshtë. Dhe nafta mund të digjej gazi, mund të dilte dhe nafta, sepse në kontakt me një burim uji që aty dilte bashkarisht në fontan, nafta duke rënë kontakt me ujin kthehej në asfalt, i cili përdoret dhe si mjet për dezinfektimin e vreshtave, të pemëve frutore, por edhe për hidroizolimin si të anijeve, që Apolonia prodhonte në këtë kantier këtu, por edhe të amforave, pasi në Apoloni deri tashti janë zbuluar 32 punishte qeramike. 32 punishte qeramike. Dhe Nymfeu, zjarri që digjej, siç ka qenë fontana e Drenovës, që mund ta mbajnë mend shumë mirë bashkëqytetarët tanë, ishte një dukuri që mistifikohej, glorifikohej
nderoj si diçka që ishte E shenjtë. dhurat nga zotat. Dhe unë mendoj që emri sot në Frakull nuk vjen nga emri orakull, sepse aty ndodhej thjesht një tempull, nuk ndodhej një orakull, nuk kemi të dhëna për këtë, por do të vi nga emërtimi latin, sepse romakët qëndruan për një kohë të gjatë në Apoloni dhe në Iliri, Fiakola. Fiakola Frakull. Kjo është teza të cilën kësaj teze i referohem për emërtimin Frakull. Kemi këtu pamjen përballë dhe ti do të na shpjegosh si Kjo është kulla jugore e mureve të Apolonisë. Është një kullë rrethore e fortifikuar, e cila ky ka qenë dhe një nga rajonet e fortifikuara të Apolonisë, sepse tu kalonte porta jugore. Porta jugore kalonte midis kullës tjetër rrethore atje që nuk e di sa duket. Do t'i lutem Nuriut ta qartësoj pak objektivin. Pra, midis portës jugore, kullës jugore, kullës Urumbullakët, vazhdonte muri rrethues, i priste në mënyrë pingule muret e pjesën kryesore të murit, dhe atje, në atë kënd të ngushtë, për arsye fortifikimi, kalonte porta jugore e qytetit. Ndodhej porta jugore dhe rruga e cila duke gjarpëruar ngjitej, shenjat e rrugës janë gjetur tek manastiri, pra rruga zbriste nga manastiri dhe dilte në qendër të qytetit. Në këtë rrugë kalonin futeshin qytet karro dhe qerret e ngarkuara që punonin midis portit dhe tregut qytetit. Por këtë pjesën nuk e kemi sjell asnjëherë, siç e tha me kamerën tonë, dhe unë dëshiroj që ta komentojmë tek muret për të parë edhe formën e ndërtimit, mjeshtrinë e apoloniatëve, por edhe për ta dokumentuar dhe për ta patur që për arsye nga më të ndryshmet kulturore, edhe për kompletimin e pamjes së përgjithshme historike. Po vizion për qytetin, për shtrirjen e tij, sepse ma do mendja që askush nga shumë të rrallë janë qytetarët e qytetit ton, të rrethinave të Fierit, të Vlorës, Lushnjës, Beratit e deri Kavajës ku ndiqen valët e televizionit Apollon, që mund ta kenë vizituar Apolonin në këtë formë. Në 130 apo 80 që japin autor të ndryshëm, po i referohemi 80 hektarët e Apolonisë, shtrihesin në këtë sipërfaqe, në këtë pikë jugore, ekstremi jugor ku jemi ne, dhe deri në ekstremin më verior ku kemi qenë dhe ku kemi komentuar në një mision tjetër të para disa kohësh Akropolin, që është pjesa më ekstremit verior të Apolonisë. Këtu kemi një prerje gjatësore të nivelit të gurëve, të nivelit parë të gurëve ose të themelit. Ja dhe në mënyrë të tërthorë si janë vendosur gurët. Ky është një zhavor natyral që e gjejmë në faqet e Kodrës dhe gur shtufi, tek i cili duken dhe goditjet e çekanëve për të lidhur pallaç pjesën tjetër të murit. Gjithmonë bazamenti i këtyre kullave ka qenë prej guri, ndërsa pjesa e sipërme pasaj ka qenë prej tulle. Ja, si duket forma e Urumbullakët, mund të kalojmë dhe sipër tyre. Forma e rumbullakësisë së gurëve. Natyrisht këta janë grabitur gjatë kohës. Pra këtu mbyllej rrethi dhe vazhdonte përsëri pjesa e murit ku nga kulla, ku ndodhemi ne, me shkallë kaloje nëpër mur për të dalë te kulla tjetër, dhe një ur lidhse i lidhte atë pjesë të murit me kullën tjetër, e cila patjetër që kishte porta prej drurit të veshura me pjesë metalike që për t'i bërë ballë sulmeve. Atëre përfitojmë që poshtë urës lidhse kemi rrugën? Po, kemi rrugën të cilën do ta shohim. Shiko, profesor Maku, një prerje që i kanë bërë murit në formë laje ose skuadre për të vendosur gurin më tej. Ja dhe këtu mund ta shohim. E ka prerë gurin këtu. Këtu ka vendosur një gur tjetër në formë trapezoidale. Këta janë ranor. Ka vendosur edhe shkallëzimin që muri i qëndroi
presionit të dherave të kodrës. Dhe pjesa e brendshme pastaj ka qenë e mbushur. Natyrisht kurët janë marrë për ndërtime gjatë shekujve dhe neve na ka mbetur vetëm kjo mbetje. Këtu kemi diçka, kemi tulla. Ja ku janë dhe tullat, pjesët e tullave dhe atje. Punishtet Apolonisë prodhonin tulla të përmasave të ndryshme, 45 me 45, 40 me 40, 38, 35 me 35, tullat ishin katrore dhe përdoreshin sipas përmasave në varësi të ndërtimeve. Në të tjera përmasa përdoreshin për muret rrethues, në të tjera për ndërtesë të shtëpive, në të tjera për tempujt. Bazamenti këtu i pjesës murit ka mbetur i plot, nuk mund të gjykojmë dot se çfarë ndërtimi ka qenë. Këtu do t'ishte patjetër më treguese, do t'ishte puna e arkitektit, i cili mund të na tregonte më mirë. Këtu kemi një shkëputje dhe nuk e di se përse ka shërbyer kjo pjesë. Lloqet janë të përmasave të ndryshme. Kemi një masiv guri, këtu krijohet një kënd i drejtë. Ky është pjesa e murit që vazhdon përqar kodrës dhe rrethon nga gjithë pjesa lindore. Ndërsa këtu do të kalojmë te kodra dhe vazhdojmë mëtej. Atëherë këtu, sipas një planimetrie, janë 4 objekte apo jo? Pra, kulla Atëherë po i rumbullakët. marrim me radhë. Kulla e rumbullakët, Pjesa e murit të rrethues po, bashkë me shkallët, sepse muri është i gjerë, është 4 deri në 5 metër i gjerë, ku mund të kalonin edhe 2 kalorës me kuaj gjatë patrullimit, mund ta themi në mënyrë figurative, sepse nuk mund të kalojnë kalorësit në. Pra, kulla e rumbullakët lidhej me shkallare, muri mund të ketë ardhur duke zbritur sa të jesh sipërfaqe më e lartë. Këtu duhet të ketë qenë një tjetër kull, mund të ketë qenë kull katrore, sepse nuk shohim, nuk gjykojmë. Edhe këtu nga bazamenti mund të jetë pjesa tjetër e kullës dhe muri rrethues në cep duhet të ketë qenë një tjetër kull. Ndërsa muri rrethues dhe kjo kull shoqëroi nga një tjetër kull e rumbullakët. Pra, atë që është duke ka qenë një sistem, fokusuar operatori korrita. po, Pikërisht. gurët janë zhvendosur deri diku, por e kanë ruajtur një pjesë të harkut. Ajo pjesë ku kemi bimësitë që është e mbushur me inerte brenda është pjesa e kullës, sepse duke marrë gurët nga jashtë ka mbetur pjesa e brendshme më e ngritur. Dhe midis kësaj pjese të murit rrethues dhe kullës, po e quajmë jug perëndimore, ndodhej porta jugore e Apolonisë. Ja ku janë edhe gurët e mëdhenj të rrugës të shtruar që na japin të kuptojmë që këtu kemi të bëjmë me një rrugë. Kjo ka qenë e fortifikuar. Këtu kalonin qerret që dilnin për tek porti i Apolonisë.
Të thik në dorë. Diçka do të... E mora që të heq pak myshkun. Këto janë goditjet e çekanëve, grobëzimet, që bëhesh dhe te guri tjetër, se guri që duhet lidhe me gurin dhe që të mos rrëshqiste nga presioni, duhet kishte pikërisht këto pjesë të goditura, këto grobëzime që lidheshin gurët njëri me tjetrin, sepse lidhja bëhej pallaç. Këtu shikojmë që shiko sa është sipërfaqja nga presioni dheut dhe guri ka dalë, mund të ketë dalë sepse nuk kemi metër, por 30. 15 cm. Po kështu dhe këtu. Shiko një zhvendosje, shiko sipërfaqja e tokës, çarja që ndodh gjithmonë, por këto çarje nga thatësira shkaktojnë probleme lëvizje të formacionit. Dhe këtu është vendosur më shumë, guri. Pra, armiku kryesor i monumenteve të kulturës është vetë natyra, jo njerëzit, sepse njeriu siç e krijon, e ndërton. Ja këtu guri ranori që është shkatruar nën efektin e erozionit e agjendëve atmosferik. E ka bërë të vetën. Ndërsa këtu guri nuk është vendosur sepse nuk kemi pas presion dhe nuk mund ta fusim dot theun e thikës. Ndërsa këtu theu mund të futet sepse zhvendosja është shumë e vogël. Atëre, si mund ta përfitojmë në taban? Domethënë, nëse ne do të vazhdonim këtu, arkeologët do të shkalonin në bloqet e tjera më poshtë apo këtu jemi në... Ky mund të jetë bloku i dytë. Bloku i dytë. Bloku i parë është më masiv, më i fuqishëm. Muret kanë shkuar, mund të kemi përfituar me 2 bloqe dhe pastaj kanë qenë me tulla. Mbeturinat e tullës nuk i kemi sepse tullat janë marrë për ndërtime të tjera. Vetëm këto mbeturina kanë mbetur. Po mua më bën përshtypje që në zonat të caktuara të murit gjen keramik. Pra tregon që këtu ka qenë gazerë, kanë qenë objekte të përdorura nga ushtarët, ose Apolonia ka pasur shumë tempuj dhe shumë prej tyre nuk janë zbuluar, sepse derisa kemi keramik, që është keramik luksoze, nuk mund të themi që unë pak më parë gjeta këtë. Një punim shumë i bukur. Nuk mund të themi që pranë mureve ndodhej zona e banuar. Zona e banuar e populluar ka qenë pikërisht kjo zonë jugore, kur në periudhën romake ka pasur dhe vila.
Siç e tham dhe pak më parë, ja ku mbërritëm, jemi në rrënojat e njërës prej 2 vilave më të mëdha që janë zbuluar deri më sot në Apoloni. Për fat këtu restauratorët po ripunojnë një nga mozaikët e dyshemes së kësaj banese të shekullit të dytë, periudhës romake. Restauratori Admir Xhelaj dhe miku ynë i vjetër i cili na ka shoqëruar dhe në Bylis, të cilin kemi rastin të ta falenderojmë përpara auditorit të televizionit ton, do të na flasi më tepër, por unë doja që të bëja një homazh për arkeologët e mëdhenj që kanë punuar në Apoloni, për profesor Hasan Cekën, për profesor Selim Islamin, për Frano Prendin, për Skënder Anamalin, Aleksandra Manon, Burhan Dautajn e shumë të tjerë. Por në zbulimin e kësaj vilës në vitet 58-60, 1958-60, arkeologjia shqiptare punoi me përqendrimin më të madh të forcave të saj për zbulimet arkeologjike në Apoloni, e ka bërë profesor Hasan Ceka dhe profesor Selim Islami. Ne për fat gjetëm edhe djalin e profesor Selim Islamit, një nga restauratorët më në zë të këtij arti, po e quaj, të këtij zhanëri në Shqipëri, Agron Islamin. Agron, përshëndetje. Përshëndetje, Agron. Punë të mbar, i cili në gjurmët e të atit, të cilin e ka ndjekur qysh i vogël në ekspeditat arkeologjike, pas ka dhe një domethënie të veçantë ose po kryen një akt të veçantë, atë që ka zbuluar dikur i ati, po restauron i biri. Dhe homazhin ta bëj dhe për profesor Selim Islamin, një figurë e nderuar e arkeologjisë që ka dhënë një kontribut shumë të madh në Apoloni. Ndërsa Admiri mund të na flasi për vilën, planimetrin, ndërtimin, për oborrin, për depozitën të këndshme të ujit dhe për ambientet e tjera. Por unë do të propozoja që ta zhvilloni pak më sipër që dhe terrenit na ofroj pamje më të plotë. Përshëndetje, televizionit Apollon, një mik i Apollonis, siç ka marrë nga emri besoj. Atëherë si tha dhe Iliri, tu jemi në atë që ne në gjuhën arkeologjisë e quajmë vila me impluvium, në sektorin G. E gjithë lagja, shikoni, e gjithë kjo faqe e Kodrës, duke filluar që nga gjimnazi që është më tej dhe shkon deri tek teatri, ishte lagja romake. E gjitha lagja, nëse do gërmohet, ne besojmë, dhe arkeologët gjithë besojnë, se është gjitha me vila të tilla. Ndoshta ndryshon diku planimetria, ne këtë e quajmë vila me impluvium. Është vilë e shekullit 2, periudhës romake, e shekullit 2 pas Krishtit. Pra gjithë lagje romake. Ne besojmë se interesant ta shpjegonim çdo të thotë ky term. Impluvium, atëherë impluviumi. Impluviumi është ai oborri qendror që ju shikoni, ndryshon pak nga peristili grek. Edhe ai me një obor qendror, po që është me kolona dhe një obor në qendër. Impluviumi është më shumë në periudhën romake. Në periudhën romake. Dhe është pikërisht oborri prej 4 këndesh, i shtruar me pllaka, në cilin qëndron depozita e ujit 8 këndshme. Ajo mbushe me ujë dhe krijonte një lloj pishine, mund të themi. Jo pishine mirëfill ku mund të lash njerëzit, po një lloj shatërvani, jo me kushtet janë shatërvanet sot, kuptohet. Por për kohën e vet ishte diçka jashtëzakonshme, mund të themi, diçka e bukur, sepse ngrihe e gjithë vila, siç e shikoni, planimetrin, ka qenë 2 kaçe, të gjitha vilat ka qenë 2 kaçe, vilat romake, ngriheshin rreth e përqar këtij oborri. Mund të themi për fat keq, nuk përfundoi gërmimi në vitet kur u gërmua, arsyet sepse Apollonia është jashtëzakonisht e madhe dhe u ndal deri diku dhe shkoni deri ku janë restauratorë që përfundon mozaiku. Mozaiku rrethonte të gjithë oborrin. Aty është shkatruar për fat keq. Vazhdon më tej dhe orientimin si duket e ka patur nga perëndimi për shkak se në perëndim ishte edhe Roma. Ta shikoni dhe
E gjithë lagja romake. Të gjitha rrugët çojnë drejt Gjitha Romës. rrugët çojnë drejt Romës, ishte shpreha e thënia e famshme romake, gjitha rrugët çojnë në Romë. Pra, edhe zhgimi kryesor, gjitha vilat e kanë perëndim drejt Romës, normalisht, se epiqendra. Vila, siç e thash, 2 kaçe, rreth e përqark impluviumit, ose shatrëvarin ta quajmë, me gjuhë ta kuptojnë të gjithë, ka qenë me mozaik. Mozaikët siç i pat janë duke u restauruar që në vitet 83 ndërhyrja e tyre e fundit, pastaj është ndërhyrë her pas here, po thjesht në pastrim edhe mirëmbajtje, jo restaurim të mirë fillt. Po bëjmë një restaurim si vjet, sepse shikojmë lakunat ose gropat boshe mbi sipërfaqen e dekoruar që quhet mozaik. Kam përshtatje të shumta dhe llaçi i tyre është degraduar. Pra ka humbur kohezionin, mund të quajmë vllazë, po e ndërrojmë përsëri. I gjithë korridori ka patur me motive gjeometrike, motive të drejta, shikon. Diku dhe me motive bimore. Edhe motive bimore. Aty për shembull tek hyrja, ku ka qenë hyrja qendrore, ku hyje për në vilë, në radhë parë po të shikoni është ajo lloj zvastike. Zvastika e dini, shumica e njohin me simbolin nazizmit, po në fakt s'ka asnjë lidhje me të, sepse simbolizon diellin. Po, përfundimi i diellit në lëvizje. Popujt indo-europian. Normale. Simbolizon diellin në lëvizje e gjithë ajo. Është Një svastik me ngjashje me motive bimore, Po, sesa normale. me motive gjeometrike siç është nuk është svastika fikse. ose kryqi i thyer. por brenda një katrore. Çfarë të reja ka zbulimi këtij viti? Në këtij viti pikërisht në vilën me impluvium është u morë përsipër nga misioni francez, shqiptar-francez më saktë, që ka 2 bashkëdrejtor, profesor Jean-Luc Lambolet dhe zotin profesorin Faik Drini. Nga 2 bashkëdrejtorët u morë përsipër që të vazhdoj gërmimi i lënë për gjysmë në vitet 60. Për gjysmë, gati në përfundim, mund të themi. Po të shikoni dhe vetë tek sondazhi, që kemi bërë rreth 2 sondazhe, një na doli rezultativ, sepse siç e shpresonim që atje përfundonte muri i vilës në faqen veriore, atje ka dalë edhe rruga. Pra është ndarë insula. Insulat e dini, besoj, një sqarim për televizikusin, nuk ishte sistemi me lagje. Në qytetet antike ishte sistemi me insula. Po, me blloqe banimi. Iliri e ka sqaruar në emisionet e tjera. Me forma të tjera, pra në forma katrore, dhe ndajmë disa rrugica të vogla që ishin si kanale për kurrithe ujë. Aty ka dalë nga rrugët që e cila kryqëzoi me rrugën që të çonte për në portën jugore që kalonte diku këtu, që është aksi kryesor i qytetit. Një aks kryesore më saktë. Doli rezultativ, po ashtu sondazhi tjetër që ne nuk e shpresonim, mendonim se gërmimi ishte rezauruar, vazhdon linja e blloqeve, pra linja e themeleve të shtëpisë, të vilës, vazhdon edhe më në perëndim. Pjesa tjetër e rrënojave të vilës nga presioni i dheut është vendosur më poshtë apo është grabitur? Që ajo pjesë, sepse ajo pjesë duket sikur mungon atje. Siç e dini tani, problemi është që duhen hequr një dherat, sepse gjatë gërmimeve dherat janë spostuar në perëndim, ai grumbulli i dherave atje. Kështu që duhen hequr dherat për të parë. Megjithëse nuk përjashtohet si mundësi, sepse dihet që Apolonia ka shërbyer si një gurore e mirë, mund të themi, është ndërtuar një pjesë e mirë e zonës, shtëpitë e zonës, që në periudhën mesjetare është grabitur sistematikisht. Për shembull ndërtuar manastiri i Ardanicës, ju e dini fare mirë. Manastiri Kondasit, që është një periudhë vonë që ne kemi shkelur dhe kemi parë atje pjesë kolonash. Manastiri këtu i Shënmërisë. Ja vetë këtu, tregoj. Manastiri i Shënmërisë. Ne mund të flasim fare mirë sepse i kemi ndjekur rrënojat e Apolonisë me misionet tona deri në Kurjan. Madje edhe në Berat do të thosha. Në si sarajet e Kurt Pashajt Beratit, ndërtuar me gur nga Apollonia. Pra mund të themi që nuk e përjashtojmë mundësinë që të jetë grabitur edhe ajo pjesë. Por rrënoja tregojnë që banesa vazhdon edhe më në perëndim. Pastrimi dhe sistemimi i ka dhënë një pamje tjetër. Unë e kam parë dhe para disa kohësh, por i ka dhënë një pamje tjetër. Interesante do ishte të intervistonim edhe profesor Jean-Luc Lambolet,
Ne kemi pas dhe personazh në emisione të tjera tonët. Gjithmonë është dëshirë. Dhe më ke mirë që e gjemë në punë një arkeolog francez i përkushtuar, siç e fokuson i palodhur. Para disa muajsh dha dhe leksione në Prishtinë për një nga shkollat verore atje. Pra një profesor i palodhur dhe në hapësirën bashkëshqiptare, po dhe një vazhduesi i traditës franceze në Apolloni. Pari, mirë se erdhët përsëri në Apolloni. Të çfarë të bën të lidhesh pikërisht me qytetin e Apollonis, qytetin antik, cilët janë lidhjet dhe rrënjët e kësaj pune që është në vazhdimsi e sipër derisa ju ta çoni në fund. Io sono arrivato per la prima volta ad Apollonia nel 1994. Për të parë në Apolloni në 1994. Nel quadro della quello che chiamiamo missioni epigrafica e archeologia francese in Albania, che è stata fondata dal professor Pierre Caban. Në kuadër të asaj quhet misioni epigrafik arkeologjik francez në Shqipëri dhe është themeluar nga profesori nderuar Pierre Caban. E quando il professor Caban si è pensionato, credo nel 1999, mi ha chiesto di diventare il responsabile per questa missione. Kur profesor në pension më kërkoi personalisht që unë ta zvendësoja në krye të këtij misioni. E quindi ogni anno torniamo un mese, cioè grosso modo più di un mese, perché facciamo un mese ad agosto e 15 giorni ad aprile. Ad aprile si lavora sul materiale che abbiamo trovato l'estate si lavora sul terreno, quindi sono ogni anno più o meno 6 settimane di lavoro. Ne e kemi ndarë ekspeditën arkeologjike gjatë vitit në 2 etapa, atë të gushtit ku bëhet puna më e madhe ose intensive, që shikoni gërmimin, dhe që është gati 4 javë, dhe atë të prillit që është gati 2 javë të tjera, që bëhet vetëm studimi i materialit të grumbulluar gjatë ekspeditës së gërmimit. Gli scavi sono finanziati dal Ministero degli Affari Esteri francesi per grosso modo 90% e i 10% più o meno sono pagati dall'Istituto di Archeologia di Tirana, perché questi lavori si fanno in collaborazione con l'Istituto di Archeologia di Tirana. Atëherë, sponsorizimin ose financimin më saktë gjithë gërmimeve, gjithë ekspeditës arkeologjike e bën 90% të shumës, lëshohet nga Ministria e Jashtme franceze dhe një 10% nga Instituti Arkeologjik Shqiptar që është brenda Qendrës Albanologjike Shqiptare. Questi lavori si fanno sulla base di una convenzione scientifica che è rinnovata ogni 4 anni e quest'anno abbiamo rinnovato, penso che sia per la 4ª volta questa convenzione, quindi per i 4 prossimi anni abbiamo un programma di lavoro ben definito e che speriamo di portare avanti. Ne punojmë në kuadër të një konvent të firmosur nga pala shqiptare dhe franceze për bashkëpunim, një konvent që është çdo 4 vjet, pra një marrëveshje që është çdo 4 vjet. Këtë vit është firmosur marrëveshja dhe ne shpresojmë që vitin tjetër të fillojë puna më intensivisht se sa si vjet, meqenëse si vjet ishte edhe viti i firmosjes per herë të 4 të kësaj marrëveshje. E non so se per presentarmi, io sono quindi Jean-Luc Lambolet, perché ho letto qualche articolo sul giornale nel quale sembrava che si trattava di me, però il nome era proprio massacrato, quindi spero che voi scriverete bene il nome. Vabbè, è un nome francese un po' difficile, però anche un po' di cortesia vorrebbe di non massacrare i nomi dei colleghi francesi. E quindi sono professore all'Università di Lyon in Francia, professore di storia e archeologia antica, e anche ho 2 altre responsabilità.
sono decano, come si dice, doyen, decano della facoltà di storia e geografia e sono anche esperto di Bologna per il processo di Bologna che voi conoscete bene perché so che l'università albanese è entrata in questo processo di Bologna e quindi per la parte francese sono responsabile. C'è una missione speciale per questi esperti di Bologna per aiutare la gente che vuole entrare in questo processo e sono già venuto in Albania una volta per questo lavoro. Profesor Zhalyrku ka në fjalën ka një gamë të gjerë që merret në fakt dhe përgjithsisht. Në radhë parë drejtuesi i misionit, siç e theksuat, palët franceze. Radhë dytë është ekspert për procesin e Bolonjës kanë adoptuar universitetet shqiptare tani, sistemi 3+2, po për kartën e Bolonjës, dhe profesor Zhalyrku është një nga këshilltarët kryesorë të këtij procesi dhe vjen shpesh në Shqipëri për ndihmën që kërkon universitetet shqiptare. Dhe tretë është dekani i Fakultetit Historisë dhe Gjeografisë në Universitetin e Lyonit. Po ashtu është profesor i historisë në këtë universitet. Është shefi i departamentit të arkeologjisë po në këtë universitet. Pra një person, themi me ngarkesë të plot, por që kohën e gjen gjithmonë dhe për punë. Dhe një kortezi në fundit drejtuar ju gazetarëve, disa herë të fundit ka parë që emri i tij në shkruar në shtypin e shkruar, pra ka qenë pak i ndryshëm, pra. Normalisht që ne shqiptarët e kemi siç e dëgjojmë ashtu dhe e shkruajmë. Por e kishin masakruar, thotë, në thonjza profesori emrin tim, pak me respekt për dhe kolegët e mi francezë, thotë që emri pak të shkruhet drejt herë të tjera, sepse duket sikur si isha unë. Atëre, shumë i nderuar profesor, unë do të dija për atë kënaqësi që ti nga bota e librit, shkenca e mirëfillt që bëhet tek ju në fakultete, domethënë me studentët, me ata që kalojnë titull shkencor, me këtë punkt që të duket Il legame con i libri, la scienza, l'insegnamento. Cili është ajo kënaqësi, ai pasion? Sì. Uno dei mezzi di produrre conoscenze nuove e di scavare, almeno per la storia antica, parlo Si per detyrë il mio universitetit që është dhe campo, shkolla e la storia. lartë, që quhem në Shqipëri, shkolla e lartë ose shkolla më mësimi, mësimdhënia dhe studimi janë në majën e vet, është detyrë që të formohen dhe brezat e rinj. Brezat e rinj jo vetëm për një vend caktuar, ta brezat e rinj që shkollohen shërbejnë për të ardhmen e njerëzimit në fakt. Jo vetëm të Francës, thotë profesori, por edhe të Shqipërisë, pra për të gjithë. Detyra kryesore ime thotë si mësimdhënët është jap mësim, por jap dhe gjëra të reja. Pra korpusi thotë i autorëve antik pak a shumë është plotësuar, që me Aristotelin, Platonin, Tucididin, mund të gjendet në një libri i ri i tyre, por pak a shumë në pjesë më të madhe ky korpus është formuar dhe dihet kush është. Është formuar plotësisht dhe dihet. Atëherë çfarë janë ato që nuk janë zbuluar plotësisht, nga historia antike flasim. Për atë që është ekspert profesori, për Shqipërinë, për Greqinë, për Mezeun përgjithsisht. Çfarë është ajo që nuk është zbuluar? Vjen pjesë nga arkeologjia. Pra unë ndjek këtë metodë. Prandaj vit gërmoj këtë vit dhe zbulimet e reja që bëj ua transmetoj studentëve të mi për t'i bërë ata kurioz. Çfarë ndodhi këtë vit? Çfarë do ndodhi vitin tjetër? Çfarë do ndodhi pas një viti? Pas 10? Pra shikojnë ecurinë e këtyre gërmimeve. Atëre, në terenin konkret, nga viti në vit, ose si të thuash nga rinovimi një kontrate, një mandati, si kanë ardhur gjërat e reja? Ose do ta marrim në fillimin tuaj kur thatë para disa 10 vjeçari apo më shumë, ku kemi arritur, se ju keni bërë një punë shumë të madhe, çfarë dritë e re është hedhur që ka të bëjë me të ardhmen e këtij qyteti kaq të madh dhe të rëndësishëm? Primo abbiamo fatto un libro. Parë që ne e kemi përfunduar dhe shumë shpejt besoj do dalin të tjerat është publikimi një atlasi arkeologjik. Gjë që i Apollonis veçanërisht sepse nuk e ka askush tjetër qytet antik një atlas arkeologjik. E ka ndoshta në Fenikasit, në Kartagena, ndoshta e kishin, e vërmur nga italianë dhe ata kanë bërë, dhe pjesa tjetër nuk ka. Pra është një libër që botuar në frëngjisht dhe në anglisht,
dhe flet për atlasin arkeologjik të Apollonisë, ku flitet për jetën pra zbulimet konkretisht arkeologjike të qytetit antik të Apollonisë. Kjo është një arritje jo e pak do të tosha, sepse askush tjetër nuk e ka, për të cilët kaq të rëndësishëm si Apollonia. Në gjithë Shqipërinë nuk ekziston të një atlas për qytetet e tjera në Shqipëri që ndodhen të paktën, një atlas arkeologjik. Tashti unë do të falenderoja se edhe ka në dispozicion të emisionit, jashtë zakonisht në emër të medjes, po e sqarojmë profesorin që jemi një media rajonale, përfshim një hapësirë shumë të madhe, qytetet të rëndësishme të Vlorës, Fierit, Lushnjës e tjerë. Kështu që në emër të gjithë këtyre teleshikuesve që i presim me shumë interesim gjithë këtë punë krijuese që bën.